Njeri, ajo që mendoj gjithmonë është që e kam të shkruar në fytyrën, kam të drejtë apo jo. Dhe në fund, kur e mbyll duke thënë, eja flasim, eja të kuptoj më shumë, sepse ne i bëjmë mirë njëri tjetrit duke folur. Sidomos bizneset Made in Albania i bëjnë jashtëzakonisht mirë vetes duke folur, nuk mjafton një reklama duke vendi. Kjo është kjo. Po duhet të shikojmë në sy njëri tjetrin, çfarë ndodhi, çfarë prodhojmë, kush jeni. Unë nuk e kam për herë të parë tek Neta e Lufrës. Sa vjet kam 3 vjet, 4? Më shumë sepse nuk e mbaja mend këtë zhvillim. Dhe erën që unë fola me zotin Jorgaçi, një veteriner i njohur, e para që mori në telefon ishte ti. Por logjika është kjo, nuk po i bien bizneset. Nuk është e vërtetë që po i bien bizneset, por publiku ka pyetje për biznesin, të cilat nuk do marrin kur përgjigje vetëm me reklama. Përgjigja e vetme do jetë duke parë. Tani pyetja është kjo. Vetëm gazetarët ju hapni dyrat apo kushdo njeri që ka pyetje i thua eja shikoj kush jam unë? Çdo njeriu i cili është i interesuar për të ditur se çfarë konsumon i ka dyert e hapura. Ne kemi vite që kemi thënë që kush është i interesuar mund të vi ta shohë fabrikën se si prodhohet, ku prodhohet. Dhe më e thjeshta fare është që gjithë produktet tona janë në treg, janë të lirë kushdo ose janë të ftuar, më mirë të themi kushdo, që ta marrë një produkt, ta çojë, t'i bëjë një analizë dhe të shohë se çfarë ka brenda produkti. A e ka atë që ka shkruar në etiket apo nuk e ka? Pra ky është problemi. Besoj ju i dini dhe vetë tani më mirë se sa çfarë thon gazetarët dhe publiku. 3 gjëra thon. Vaj palme, qumësht plur, tani doli dhe problemi i aflatoksinës. 3 janë gjërat që po bërtasin. Ndërkohë, pas kësaj vite që unë Mike Lufra, shikoj që ti tani e bën një perandori, nuk ka më dyshim. Kjo është e dukshme. Problemi është pse njerëzit vazhdojnë edhe i bëjnë ato pyetje sikur i bënin kur ti e nisën në fillim. Ç'a ndodh? Unë shikoni pak edhe ke vetja ju këtë që pse ai pyet sikur jeni në 92-shin atje, të stilin di Lufra, dhe tani në 2026 të bën në njëjtën pyetje. Ku është problemi? Unë nuk dua të merrem fare me mediat, nuk dua të merrem fare me këtë problem, sepse ato kanë punën e tyre, le të vazhdojnë. Unë kam punën time dhe unë si prodhues jam i detyruar të prodhoj siguri ushqimore. Në çdo produkt që ne nxjerrim, duhet të prodhojmë siguri ushqimore. Nëse unë sot çoj një produkt në treg, dua që klienti im të jetë i sigurt për atë që blen dhe të jetë i bindur që kur blej një qumësht Lufra, blej një qumësht natyral Lufra. Pse vazhdojnë thonë qumësht plur atëra? Ku është problemi? Kjo historia pastaj qumësht plur, vaj palme, jemi mësuar çdo ditë thash produkti është në treg, janë të lirë ta marrin, doja paguaj unë analizën mbasi ta kenë bërë analizën. Të vinë dhe të thonë unë kam bërë analizën tënde dhe duhet më paguash dhe jam unë e kënaqur t'ja paguaj këtë analizë, ta kanë bërë dhe të vinë. A ke dëgjuar ti ndonjë që të flasë me fakte, që të nxjerrë ndonjë çdo kush që flet, a ke dëgjuar ndonjë që të nxjerrë një analizë dhe të thotë ka këtë? Atëherë, vemi ke veterineri që foli kjo unë. Ai ishte veteriner pension, le të themi. Ai kishte këtë. Veterineri juaj foli dhe tha që nuk ka lop. Po. Kjo ishte gjëja. Por unë do të çoj ty në disa ferma dhe ta shohësh se sa lop ka dhe se sa qumësh marrim ne. Ne nuk bëjmë vetëm analiza aflatoksine, ne bëjmë analiza për qeliza somatike. Ja pra, çfarë do të ky laboratori? Ç'a bëhet? Ky këtu është aparati që bën analizat e aflatoksinës. Atëherë, problemi që ka dalë tani, domethënë që u fol pafund, është ky, që nuk ja merr fermerit në rast se gjen çfarë. Nuk është se është i sotshëm. Ky ka, ne kemi 4 apo 5 vjet që i kemi aparatin në fabrikë dhe që i bëjmë analizat. Tani ndoshta u bën çik më e madhe sepse ke kthyer më shumë, janë kthyer më shumë fermerë sepse jo lagështira, jo shirat, jo ndoshta mistri që ka ardhur, nuk e di se ç'a mund të ketë ndodhur, janë kthyer më shumë fermerë. Po këtu nuk bëhen vetëm analiza aflatoksine. Këtu bëhen të gjitha llojet analizave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike. Ne bëjmë analiza aflatoksine, bëjmë analiza antibiotiku, bëjmë antibiotikut të që mjekohen lopët. Bëjmë testin e qelizave somatike ose të mastitit, që ka sepse mastiti është një ngarkesë bakteriale për qumshin. Bëjmë ngarkesën ngarkesën totale, domethënë të mikrobeve totale që ka qumshti. Bëjmë mbjellje të produkteve, domethënë kemi një sër analizash të cilat bëhen. Dhe pasi kalon këto analiza, qumshi shkon. Domethënë, nëse nami i madh bëhet qumësh plur apo jo, ti në fakt problemet ku i ke? Ky aparati që shihni këtu, di të bëj kripën, di të bëj nëse ka element të huaj qumshi si qumësh pluhur, vaj palme, çdo gjë tjetër, domethënë. Tu i ka të shkruar, çfarë ka të shkruar këtu normalisht? Për shembull, i thotë të gjithë përbërësit, nëse ti do fusë qumësh plur, duhet ta shkruaje? Nëse ne do përdorim qumësh plur në një produkt, jemi të detyruar ta deklarojmë në të dhënat e produktit. Pra nëse ti do
Po, ti nuk e përdor fare që Po nuk e ke shkruar? në qoftë se do i kisha hedhur, do i kisha shkruar. Unë nuk kam se përdor qumësh pluhur, se tash do të çojnë në disa ferma që të shohësh. Kur qumshti i fermave tona është një qumësh cilësor me lëndë të thatë 8.7, me yndyrë 4%, me proteina, me gjitha, për çfarë duhet ta përdorën qumshin pluhur? Kush është interesi im që unë të përdor qumësh pluhur? Parat ndoshta, në kuptimin që ti kursen po të marrësh, po të flet një njeri që e kam e të dëgjuar, unë intervistoj dhe ky njeri që intervistoj më thotë nuk ka lop në Shqipëri. Po dhe unë dalë vërdallë dhe nuk ka. A din njerëzit sot se sa lekë është 1 kg qumësh pluhur? Jo, unë se di. Po është më shtrenjtë se sa një qumësh lope. A do të kështu ka qenë gjithmonë dhe e keme 0% ndyrë. Ndërkohë që unë blej një qumësh fermeri me çmim normal dhe me ndyrë të plotë. Që i bie përdor pastaj për kohës të tjera, kështu që e përdor për do i heq për shkak që unë kam deklaruar yndyrën 2.8, do t'i heq 1.2% yndyrë dhe do e kthej në gjallë. E përdor për shumë funksione. Pra ty të intereson të marrësh këtë. Mirë, në rregull, s'ke interes për qumësh pluhur, por je pa qumësh, s'ke ku e gjen, nuk di ç'të të them, ç'probleme mund të ketë një anar. Dhe ti do ta blesh, ç'a do bësh, domethënë? Ne kemi aq shumë qumësh sa nuk po e përballojmë dot që ta punojmë. Jo të kemi mungesë qumshti, sepse ne vetë, unë dhe im shoq kemi vite që investojmë te fermerët. Ne i kemi zhvilluar fermat, ju kemi dhe nga ana financiare, ju kemi dhe natyre të ardhura që ata të shtojnë lopët, të rregullojnë stallën dhe sot në këtë ditë sot nuk është e qëllimshme që Lufra ka fermat më të mëdha në vend. Ju nuk keni fermë vetë. Punoni me ferma Jo, të tjera. unë nuk kam fermë vetë, por ama kam investuar në të gjitha fermat që unë punoj dhe të gjitha fermat që unë punoj sot më furnizojnë me qumësht. Dhe ke qumësh mjaftueshëm. Kam qumësh mjaftueshëm dhe po të shikosh, unë kaçkavallin zakonisht filloj me ta prodhuar në vitet e tjera kemi filluar kaçkavallin me ta prodhuar në mars, prill, maj. Kemi filluar me të prodhuar kaçkavall qysh në tetor si vjet, sepse ka pasur super prodhim të qumshtit. Pra, ne që bërtasim, përfshirë se të gjithë udhtojmë, ecim dhe themi që nuk ka bakti, ose më saktë ka në numri baktive. Kjo është një gjë. Po. Është e padrejtë ky? Jo, është e drejtë. Numri baktive ka rënë, por është pjesa tjetër. Në qoftë se ti më përpara në një fshat kishe një fshat me 300 familje, kishe 300 lop, sot ti do shohësh një fermë e cila vetëm njëra nga ato ferma, nga ato fshat sot janë një fermë e madhe dhe një 7-8 ferma më të vogla se sa ajo, vetëm njëra nga fermat ka 550 lopa, 600 lop, sa kishte. Ku janë këto ferma që si shohin? Do të çojmë të shohësh. Sa ferma ke që punoj? Më thuaj, unë kam gati 150 ferma që punoj. Ku? Unë do të jap listën e fermave dhe ti do vesh gishtin se ku do të shkosh ti. Më falë, 150 ferma ku në gjithë Shqipërinë? Në gjithë Shqipërinë. Punon me 150 ferma. Lushnjë, Vlorë, Berat. Brenda një dite, këtu vjen qumshin 150 ferma? Kavaj, po, këtu vjen qumshin 150 ferma. Rreth 30.000 litra qumësh unë i marr vetëm nga 3 fermat e mëdha në vend. Vjen SHPK, 3 SHPK edhe ferma Leçini. Këto janë 3 fermat më të mëdha në Shqipëri? 3 fermat më të mëdha në Shqipëri, nga të cilat unë marr 30.000 litra qumësh. Dhe nga pjesa tjetër marr gati. Vjen, si quhet? Vjen? Vjen. Ku është SHPK? Është në Grabian, te 3 urat i Grabian do shkojnë, tjetër. Tjetra si quhet? Ken Kavaj, Leçini. Leçini. Ferma Leçini është në Kavaj. Atëherë nga Lushnja vemi në Kavaj dhe më gjete një fermë tjetër që ka pas probleme me aflatoksin. Po, me aflatoksinën. Kemi fermën, gota ferma e Skënder Demirit, duket. Po, ferma e Skënder Demirit. Çfarë ndodhi aty? Kishte një rritje të aflatoksinës minor dhe u kthye qumshit, por e kuptoi, tha, unë kam ndryshuar misrin, tha, dhe prandaj kam këtë problem. Tha, hoqi misrin brenda 4 ditëve solli qumshin. Okej, do shkojmë te 3 ferma, që të kuptoj dhe unë më shumë për këto 3 gjëra. Do dalin të tjera rrugës, po le të kuptojmë këto që po flitet njerëz si fillim. Unë jam e gatshme t'ju tregoj tani në kompjuter të gjitha fermat në sistem, të gjitha fermat që ne punojmë, të gjitha litrat e qumshit që kanë, sa qumësh hyn dhe sa prodhim del nga fabrika. Dhe kushdo që është interesuar mund të vijë ta shikojë. Po mirë, kam një pyetje, dua të shikoj, në fakt kam dëshirë të shikoj. Pse nuk flisni më shumë për këto gjëra? Pse nuk flisni? Ju e dini dhe vetë që se kemi fajin vetëm ne. E keni fajin edhe ju që nuk flisni kaq shumë, sepse produkti ndërkombëtar është i marketizuar, ka marketin e vetë, ndoshta ju nuk e keni. Made in Albania ka nevojë për të folur, për tregim. Ne mendojmë se kemi folur, po ndoshta s'kemi folur aq sa duhet. Ne më shohim fermat atëherë.